Përshëndetje, mirë se vini në analizë. Më 12 mars përfunduan në KIN 2 sesionet, të cilat prezantuan planin e 15 vjeçar që starton në vitin 2026 dhe ndërkohë u miratuan rezolutat mbi raportin e punës së qeverisë, programi i planit 15 vjeçar, kodi i mjedisit ekologjik, ligji për promovimin e unitetit dhe të progresit etnik dhe ligji i planifikimit kombëtar dhe zhvillimit. Këto pra janë edhe objektivat kryesore të Kinës, ekonomisë së dytë më të madhe të botës për vijimsinë e saj. Sot të ftuarit e mi janë edhe dy miq të tryezës së analizë, dy analistë, Mariana Doda, kryeredaktore e portalit Argumentum.al dhe Bardi Sejdarasi. Faleminderit që do të jemi së bashku në analizë për të trajtuar një nga momentet më kulmore të politikës kineze, pikërisht në pranverë në muajin mars çdo vit janë 2 sesionet që përcaktojnë edhe trajektoren e zhvillimit të Kinës, duke bërë raportin e punës së qeverisë se sa janë realizuar objektivat e vëna për një vit më parë, pra 2025 dhe objektivat për këtë vit. Sigurisht që viti 2026 jo vetëm për Kinën, por për çdo vend të botës ka edhe momentet e geopolitikës globale të cilat ndikojnë në çdo lloj zhvillimi. Më parë po të adresohem Bardi edhe për sa i përket, sepse shpesh në këtë studio ne kemi folur për ekonominë kineze, por edhe për bashkëpunimet, dhe meqense në këto 2 sesione që sidomos në Asamblenë Kombëtare Popullore, që është organi më i lartë legjislativ i vendit, u paraqit plani i punës i qeverisë, ndër objektivat më ambicioze, do t'i quaja ishte objektivi për rritjen ekonomike 4.5 deri në 5%, dhe ndërkohë pritet që të ketë kjo rritje ekonomike dhe një ndikim global, sepse ajo ndikon në 30% të ekonomisë globale dhe të rritjes së saj. Por ja është thënë edhe nga gjithë mediat ndërkombëtare, po kjo është cilësuar edhe përgjatë 2 sesioneve, që Kina përveç se fabrika e botës ka si objektiv që të bëhet dhe tregu i botës, ndërkohë ndoshta edhe mund të jetë i tillë. Por gjithsesi si i vlerëson këto objektiva dhe sa të realizueshme gjykon se janë ato? Faleminderit për ftesën. Sigurisht që janë ngjarje më të mëdha që ndodhen në çdo pranverë në Kinë, siç janë 2 sesionet apo sistemin e mbledhjes së Asamblesë Kombëtare Popullore të Kinës dhe gjithashtu edhe Këshilli Konsultativ Politik. Janë gjithsej mbi 5200 persona që marrin pjesë, 3000 nga të cilët janë anëtarë të Asamblesë Popullore dhe pjesa tjetër janë të gjitha kategorive, konsulentë ndryshëm, veçanërisht këshilltarë do t'i quajë, të cilët marrin shqyrtim si kundër e përmendët ju, jo thjesht raportin e qeverisë kineze, të raport që paraqet kryeministri, por në përgjithësi të gjitha objektivat që trajtohen gjatë një periudhe, ju e përmendët plani 15 vjeçar, po ky plan i shërben viteve 2026-2030. Në kushtet në të cilat ndodhet bota sot, geopolitika botë e sotme, është mjaft rëndësishme të shikosh se cilat janë objektivat që ka një qeveri, qoftë edhe ekonomia më e madhe e dytë e botës, siç e përmendët. Dhe me të vërtetë ju përmendët rezolutat kryesore që kanë ndikuar jo vetëm thjesht tek ajo që Kina tashmë ka bërë si një vijë të saj në orientimin politiko-ekonomik, siç është rritja ekonomike. Ne kemi diskutuar së bashku edhe herë të tjera në emision që tendenca për të shkuar midis 4.5 deri në 5%, madje edhe tek kalimi i kësaj në tremujorët të veçantë, e kanë bërë Kinën që të jetë një ekonomi udhëheqëse, siç e përmendët ju, një treg nga i cili sot marrin shembull shumë ekonomi botërore, por gjithashtu e ndjekin shumë ekonomi botërore. Fakti që Kina është vendi i dytë ekonomik i botës tregon pikërisht atë realizim që si objekt i këtyre sesioneve, 2 sesioneve që quhet më të drejtë në mënyrë të përmbledhur, jo vetëm thjesht ligjvënësit kinez, po veçanërisht ata që këshillojnë dhe ata që debatojnë, siç është konferenca e konsultimit politik, i japin hapësirë atyre objektiveve që ka qeveria kineze për të realizuar në vijimsi. Keni parasysh që gjatë kësaj periudhe, sipas raportit kryesor të 2 sesioneve, do të shtohet me 12 milion punonjës të rinj, tregu i punës, është i gjë jashtëzakonisht pozitive në kushtet se cilat ndodhen sot bota. Për një popullsinë e dytë më të madhe të botës. 1.4 miliard njerëz sot ndjekin pikërisht këto sesione për të parë se cilat janë objektivat që realizohen. Do të tentohet një inflacion deri në 2%, që është një inflacion më të ulët. Targeti ju e dini që zakonisht organizatat botërore kanë deri te 3%.
do ketë tendencë shumë të madhe veçanërisht për të futur elemente të rinj të ekonomisë, siç është për shembull IT-ja. Frekuenca 6 vjet do të futet në Kinë në këtë periudhë dhe disa nga kompanitë inovative do të kenë favore. Pra, ky është zhvillim ekonomik. Në kushtet të cilat ndodhet sot bota, veçanërisht kam parasysh luftën që ka filluar. Po bëri përshtypje një tregues shumë i mirë i qeverisë kineze që lidhet me bllokimin e ngushëllisë së Hormuzit. Dihet që Kina furnizohet në mënyrë të dukshme me karburante nga ky treg, si shumica e vendeve të botës, 25% aty kalon, por qeveria kineze deklaroi që edhe sikur të mbyllet për 6 muaj ngushëllisja e Hormuzit, tregu kinez ka rezerva të tilla që për 6 muaj përballon çdo lloj krize që mund të vijë nga ky treg. Ju e shikoni që sot ka ndryshim shumë të madh, pothuajse të përditshëm nëse ndiqni bursat që lidhet pikërisht me treguesit e këtij tregu, është tregu i karburanteve që ndikon pothuajse në të gjitha tregjet e tjera, sepse fillon nga transporti dhe del deri produktet, kështu që është mjaft pozitive të mendosh që pikërisht angazhimi që ka qeveria kineze dhe institucionet e saj për të mbajtur rezerva apo stokim të tillë karburante deri në 6 muaj e bën pikërisht të qëndrueshme ekonominë. Përmenda këtë shembull për të thënë që ai objektiv me 4.5 deri në 5% mban parasysh dhe këta tregues të ekonomisë. Sigurisht, patjetër. Dhe ndërkohë të gjitha mediat, siç edhe thanë në momenti që po flasim, pasqyrojnë situatën politike në botë, pasqyrojnë luftrat, konfliktet që për fat të keq nuk po ndalen, pavarësisht deklaratave të politikanëve më të mëdhenj të botës, edhe në median tuaj, Mariana, edhe ju vetë në mediat shqiptare keni bërë analiza mbi këto situata dhe kemi trazira, konflikte dhe duket që e ardhmja është e paqartë edhe prognozat të gjithë hezitojnë që të bëjnë një lloj prognoze. Duke ju rikthyer 2 sesioneve, kryediplomati kinez, ministri i jashtëm Wang Yi, u ndal tek roli i Kinës, qëndrimi i saj për ruajtjen e paqes, sigurisë dhe të zhvillimit botror, por referuar këtij trendi të rrezikshëm të hegemonizmit në rritje politikës pushtetit, siç e quajti ai. Ai u ndal tek Kina si një fuqi e madhe e përgjegjshme për të mbrojtur pozicionin thelbësor të Kombeve të Bashkuara. Gjithmonë Kina e kemi vënë re që Kombet e Bashkuara i ka në krye të listës kur vjen puna për çështjet e zgjidhjes së konflikteve të ndryshme, për të mbrojtur arritjet e fitores së luftës së dytë botërore, si dhe për të ndërtuar një botë shumë polare, të rregullt dhe të barabartë. Cili do të ishte mendimi juaj, opinioni juaj për rolin e Kinës pikërisht në këtë situatë? Po sigurisht, si mundër e tha dhe ju, një sistem ndërkombëtar i cili po shpërshfaqet me probleme të gjëra gjeopolitike, me konflikte rajonale, me pasiguri ekonomike, pa diskutim që roli i shteteve të mëdha, kryesisht një rol si Kinas, që është një fuqi e dytë ekonomike globale, ka një rol të rëndësishëm në stabilizimin e këtyre marrëdhënieve, ose në saktë një qasje të jetë konstruktive në gjithë këtë shpërfaqje gjeopolitike të pasigurt. Dhe unë personalisht në fakt e shikoj Kinën që ka një rol konstruktiv në gjithë këtë situatë. Ne kemi parë edhe në konfliktet e tjera përgjatë këtyre 4 viteve rolin e rëndësishëm që ka patur Kina, të paktën me ardhjen me plane dhe me ide për të stabilizuar këto situata, si në rastin e konfliktit të Rusisë në Ukrainë, apo të asaj të Izraelit me Gazën, por sigurisht ne shikojmë tashmë edhe në konfliktin aktual në lindjen e mesme, që është edhe një konflikt me rrezik të lartë për të faktin që përfshihen të gjitha situatat ekonomike mbi të gjitha. Dhe kur flasim për ekonominë, këtu është edhe nyja nevralgjike e gjithë rajonit, sepse sikundër e përmendi edhe analizën përpara, themi që sigurisht aty është një gordiane, mund të themi, në lindjen e mesme që kalon gjithashtu edhe përplasin të gjitha interesat, jo vetëm gjeopolitike, por edhe ekonomike. Sigurisht, Kina gjithmonë e ka ndjekur në fakt sa i përket politikës së saj të jashtme dhe ka qenë koherente në qasjen e saj diplomatike, duke vënë kryesisht në krye të herës institucionet ndërkombëtare, e drejta ndërkombëtare, ligjet ndërkombëtare. Dhe kur flasim për ligjet ndërkombëtare, ne flasim për një institucion shumë të rëndësishëm ndërkombëtar, që ka ardhur pa diskutim edhe ka qenë mbështetur pa diskutim nga gjithë të fuqit të mëdha, që është
Organizata e Kombeve të Bashkuara. Por që tashmë ndodhet në një realitet krejt të ri, në reformimin e saj, në shumë dilema për zhvillimin e saj në një realitet të ri. Është vërtet edhe kjo, fakti viti kaluar dhe fillimi i këtij viti na ka treguar që ligjet ndërkombëtare kanë rënë ose mund të thënë nuk po bazohen më e drejta ndërkombëtare përballë me shumë për një rend të ri botror, për një frikë nga një luftë e tretë botërore. Këto janë të gjitha ato që ato që ne shikojmë çdo ditë. Por më lejoni të themi që është e vërtetë, ne sa herë që diskutojmë themi që diçka që po ndodh përballë këtyre konflikteve dhe mënyrën se si po menaxhohen këto konflikte dhe këto situata të paqarta gjeopolitike nuk po bazohen mbi gjitha në rendin ndërkombëtar ose në ligje ndërkombëtare, por për sa kohë është ende në fuqi dhe ekziston de facto de jure kjo organizatë e Kombeve të Bashkuara, ne nuk duhet ta zhbëjmë, le të themi, dhe ta minimizojmë rolin e saj, sepse duke minimizuar, duke thënë që shiko tashmë ne nuk ekziston ky ligj ndërkombëtar, kjo ide ndërkombëtare dhe hajde tani e madhe protagoniste për të zgjidhur dhe të gjitha bashkë ende nuk i shohim që të kenë po diskutim, por fakti që edhe në këto dy sesione nga Kina erdhi edhe njëherë ky mesazh që ne duhet i drejtohemi dhe duhet të bazohemi tek e drejta ndërkombëtare, sigurisht që është një shtyllë shumë e rëndësishme OKB-ja. Pa diskutim që roli i Kinës, duke qenë edhe si një antare peshë e Këshillit të Sigurimit, që ka një rol shumë të rëndësishëm në gjitha këtyre balancat e gjeopolitike ndërkombëtare, mendoj edhe një herë që sërish ne duhet i bazohemi asaj për të mos ta zhbër rolin e rëndësishëm që ka në stabilizimin e marrëdhënieve dhe në zhvillimin global. Por një tjetër ide dhe një vizion që vjen nga Kina është pa diskutim kjo vizioni shumë polar. Pra, fakti që multilateralizmi, një botë shumë polare, edhe për t'i dhënë ndoshta edhe një lloj fuqie dhe zë të gjitha atyre vendeve, jo vetëm që kanë një peshë të madhe ekonomike dhe gjeopolitike, se sigurisht kur flasim për këto situata të rrezikshme globale, ne syti kemi gjithmonë nga SBA, nga Kina, si edhe dy forca komplementare, strategjike, ushtarake dhe ekonomike. Dhe sigurisht që kemi sytë atje për të parë se çfarë si do të jenë zhvillimet edhe për të krijuar një lloj stabilizimi global. Por ajo çfarë vjen në vizionin e Kinës kur flasim për këtë botë shumë polare, është rëndësishme fakti që ata e theksojnë rëndësinë e dhënies së zërave edhe të vendeve që janë të pazëshme, pra vendeve në zhvillim. Dhe sigurisht që të gjitha këto situata globale që po ndodhin aktualisht, pasojat vijnë tek të vendet më të vogla dhe ne sigurisht edhe aktualisht në vendin tonë jemi ne që po e ndjejmë më shumë si nga ana ekonomike mbi të gjitha. Patjetër dhe në fakt edhe për këtë do doja që të dija mendimin tuaj ndoshta Bardhi, sepse është me rëndësi për ne në këtë rast edhe marrëdhëniet midis Kinës dhe Bashkimit Evropian. Pikërisht gjatë dy sesioneve dhe në konferencën për shtyp ministri i jashtëm i Kinës Wang Yi tha se marrëdhëniet midis Kinës dhe Bashkimit Evropian janë ngrohur kohët e fundit dhe përmendi shifra të cilat sigurisht që juve i dini, si vlera e përgjithshme e tregtisë dypalshe që ka kaluar $1 trilion, mbi 2 milion turistë nga Europa kanë vizituar Kinën pa viza, sepse edhe kjo ka ndihmuar shumë politika pa viza, dhe pastaj kemi një trafik të e kam quajtur dhe në analizat të tjera të liderëve europian, duke filluar nga presidenti Macron në dhjetorin e kaluar, po ashtu edhe kryeministra të rëndësishëm, kryeministri i Britanisë së Madhe, kryeministri i Finlandës, po ashtu më tej kryeministri i Kanadas, kryeministri në këtë rast kancelari i Gjermanisë. Pra, të gjitha këto bëjnë që krye diplomati i Kinës të thotë se këto marrëdhënie së fundmi janë ngrohur dhe nga ana tjetër janë arritur dhe marrëveshje të reja të bashkëpunimit, por faktet e bashkëpunimit Kinë-BE tregojnë, thot ai, se ndërvarësia nuk është rrezik, interesat e ndërthurura nuk janë kërcënim, bashkëpunimi i hapur nuk do të dëmtojë sigurinë ekonomike. Dhe keni të drejtë, ne edhe herë të tjera në analizat që kemi bërë së bashku e kemi trajtuar pikërisht të marrëdhëniet të re, do të quajmë, midis Kinës dhe Bashkimit Evropian. Pse e quaj të re?
po të fillojmë që nga janari, po mbas edhe që nga fillimi i mandatit të dytë të presidentit amerikan, kjo patur disa tarifa jo proporcionale që parashkaluan si me të drejtat të marrëna e të organizatat ndërkombëtare, siç ishte organizata botërore e tregtisë. Pra, mungesa e proporcionalitetit, mungesa e bashkëpunimit, siç ka qenë të paktën sipas organizatës botërore të tregtisë, dhe vendosja në mënyrë të jashtme e disa tarifave që tjetërsonin marrëdhëniet tregtare midis vendeve, bën që jo vetëm Kina, po Kina në këtë rastin kryesor, të kishte mundësi të diversifikonte marrëdhëniet tregtare me shtetet e tjera. Bashkimi Evropian sigurisht që kishte nevojë për Kinën dhe ka nevojë për Kinën. Fakti që gjatë kësaj periudhe në Kinë kanë shkuar disa nga udhëheqësit kryesorë që përmendet ju, pra kanë vizituar Kinën dhe kanë negociuar dhe diskutuar për marrëveshje konkrete. Dhe të shoqëruar me grupe të mëdha biznesi, me lider të kompanive më të mëdha të Bashkimit Evropian. Duke qenë se ke tregun e parë në botë të makinave elektrike, tregun e parë në botë të fotovoltaikeve, duke qenë se investimet kineze edhe në rajon, ne kemi përmendur her pas here nismat kineze në rajon. Të gjitha kanë një lloj lidhje tashmë mbas atyre tarifave dhe fakti është që sot tentojnë të dy palët, këtu po marr Bashkimin Evropian si një të tërë dhe Kinën si një të tërë, që të vendosin marrëdhënie të tilla të cilat janë reciproke, të respektojnë standardet e tregtisë midis vendeve dhe të mos kenë diskriminim, sikundër ndodhi diskriminimi, ju e dini që janë bërë debate të pafundme për sa i përket vendosjes tarifave. Unë gjykoj që kjo tendencë dhe veçanërisht disa nisma shumë interesante të Kinës, po përmend për shembull konceptin e dy maleve, që është koncept interesant që lidhet me mbrojtjen e natyrës, me biodiversitetin e kështu me radhë, i ofroi Kinës bashkëpunim me më shumë se 100 vende. Nisma të tilla sigurisht që kanë interes edhe për Bashkimin Evropian, kanë interes edhe vendet e Bashkimit Evropian sepse mbrojnë atë që sot duhet, pra pjesën që lidhet me mjedisin. Ekologjia është ekonomi, thot presidenti i Kinës, pra ne duhet detyrimisht që të respektojmë të gjithë standardet. Duke njohur pikërisht këto element, duke patur në konsiderat këto marrëdhënie, duke i ripërtërir disa herë marrëdhëniet ekonomike, sepse kemi patur ulje ngritje të herë pashershme, pikërisht dy sesionet i mësohan shumë faktit të zhvillimit të kësaj alternative të re ekonomike, pavarësisht nga marrëdhëniet që mund të jenë nesër pas nesër me Kinën apo me kontinentet të tjera, me Amerikën. Mua më bë përshtypje fakti që njerëzit vazhdojnë të kërkojnë të bashkëpunojnë ekonomikisht me Kinën. Ju keni një numër të madh të ndërmarrjesh sot kineze që janë në rajonin tonë, në Evropë, po fillojmë me Serbinë, po mund të vazhdoni me Hungarinë, mund të vazhdoni me Bullgarinë dhe kështu me radhë, dhe tendencat që vazhdojnë të ketë akoma përhapja e ekonomisë kineze dhe investimeve kineze në këtë rajon. Gjykoj që ka një vlerë të mirë, një vlerë të shtuar, sepse afron pikërisht inovacionin, teknologjinë. Janë 10 miliard yuan që do të përdoren pikërisht për teknologjinë inovative, që janë pjesë e ekonomisë kineze, po më pas edhe pjesë bashkëpunëtorëve të saj, sepse teknologjia sot avancon shumë shpejt. Nëse do kemi një sistem 6G në vend të sistemit 5G, sigurisht që tendenca është e tillë. Pra gjykoj që ato synime, ato perspektiva që u vendosen pikërisht në këto dy sesione do të jenë pjesë e diskutimeve tonë në të ardhmen, sepse tashmë që planet diskutohen, debatohen dhe miratohen, bëhen pjesë e zbatimit të tyre. Kështu janë ndodhur gjithmonë, ne kemi thënë bashkërisht edhe herë të tjera që janë synime që realizohen. Ka një sistem tjetër Kina, një marrëdhënie tjetër shtetar edhe qeveri. Dhe tentohet në të raste që ato që vendosen në këto asamble, siç është Asamblea Popullore apo siç është Këshilli Konsultativ, ato pastaj janë të detyrueshme për të respektuar dhe për të zbatuar. Dhe pikërisht kjo e bën ekonominë kineze që të jetë në këtë nivel që është. Ne të tre profesionin në bazë kemi gazetar dhe sigurisht që nuk shkëputemi asnjëherë pavarësisht emërtesave tashmë analist apo dhe gjykoni se tashmë në momentin që po flasim Kina është më e afërt në çdo cep të botës, është bërë më e njohur, njerëzit kanë shumë më tepër informacion. Nuk e them këtë vetëm për sa i përket teknologjisë dhe për sa i përket rrjeteve sociale ku të gjithë tashmë kanë informacion, sigurisht turizmi një çik më pak sepse është i kushtueshëm për individin që nga Europa të shkojë në Azi apo edhe më tej, por ajo që më ka bërë përshtypje gjatë dy sesioneve, sigurisht mbulimi mediatik ka qenë i jashtëzakonshëm, akreditimet 2 muaj para të mediave ndërkombëtare e kështu me radhë, kanë qenë pikërisht titujt, sepse është shumë e rëndësishme të shikosh titujt e mediave të mëdha, ndërkombëtare, media nga të cilat mediat e vendeve të tjera marrin lajmet, siç janë mediat shqiptare, për shembull që i marrin nga mediat më të mëdha kryesisht ato perëndimore dhe
po t'i krahasoje titujt me një vit më parë, ka qenë me mjaft interes për mendimin tim. Për shembull, titulli i Associated Press i vitit të kaluar, lidhur gjithmonë me dy sesionet, ishte se Kina do ta kmerret kundër tarifave të Shteteve të Bashkuara. Ndërkohë Reuters publikoi një titull tjetër, fuqitë nda nuk duhet i ngacmojnë të doptit, thot ministri i jashtëm i Kinës. Dhe theksoi në krye të këtij artikulli se Kina do ta kundërshtonte me vendosmëri presionin e Shteteve të Bashkuara. Ndërsa, në dy sesionet e si vjetme, dy shembuj përfaqësues janë në një raportim të Reutersit me titull Kina thot se bisedimet me Shtetet e Bashkuara janë jetike, ndërsa Trump synon partnerët kryesor të Pekinit. Dhe raportimi i Associated Press, Kina shpreson që 2026 të jetë një vit historik për marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, edhe në momentin që flasim do të ketë bisedime në Francë midis Kinës dhe Shteteve të Bashkuara. Pra, edhe presidenti Trump ka treguar simpatinë e tij për homologun e tij kinez e tjera si këto. Por ne si gazetar sigurisht që titujt janë të rëndësishëm apo jo. Dhe si shikoni këtë lloj ndryshimi, këtë lloj njohje. Unë gjykoj se kjo është një njohje më e mirë, jo vetëm e Kinës si një vend i lashtë me një kulturë 5000 vjeçare, por i politikës së Kinës dhe i diplomacisë. Po, mund të themi se është e vërtetë, media është, e kemi thënë gjithmonë që media është pushteti i katërt, por kur bëhet fjalë për media të mëdha ndërkombëtare, shpesh herë nuk vijnë vetëm me narrativen e një linje editoriale, le të themi informacioni, por vjen pa diskutim edhe me një editorial që shpërfaq politika të caktuara ndërkombëtare. Në këtë rast perëndimore. Dhe sa herë që jemi përballur të paktën vitet e fundit me lajme që raportojnë situata dhe ngjarje që vijnë nga Kina, sigurisht që Kina ka qenë në fokus, por jo gjithmonë me një konotacion pozitiv, por që reflekton në një mënyrë politikën e jashtme kryesisht të SBA-ve. Vitet e fundit ne kemi parë pa diskutim që kanë qenë në qendër sigurisht në fokus tarifat, kanë qenë kjo përplasje gati kokforcie nga presidenti Trump, por pastaj ka patur një lloj tërheqje. Ju e thatë me të drejtë që kemi këtu në fokus dhe në themel do ta quaj unë njohjen. Sigurisht që fakti kjo shpërfaqje e madhe e digjitale ka bërë që secili të mund ta njohë dhe ta prekë nga fakte dhe të krijojë opinionin e vet. Ka raste shumë që opinioni mund të jetë i gabuar, po kush e përcakton këtë? Do me thënë ndarja midis të drejtit dhe të gabuarit. Sigurisht që gjitha janë në orientime politike dhe të zhvillime. Edhe për ne gazetarët kur bëhet fjalë për vende të mëdha, është pak e vështirë për ta njohur më afër dhe jo vetëm nga lartësia, por edhe nga të gjithë kompleksiteti i situatave politike dhe ekonomike që shpërfaqin vendet e caktuara. Në situatën aktuale, unë do ta vlerësoja pozitive të qasje, që vjen sigurisht jo vetëm nga dëshira dhe nga këto linjat editoriale të këtyre medjave, por që ka pa diskutim edhe një background politik dhe ndërkombëtar. E thash dhe në fillim, sa i përket pyetjes së parë që ju më drejtua, që sigurisht kjo pasiguri ekonomike, por edhe globale, e ka bërë që secili të kthejë syt dhe të jetë pak më objektiv edhe përballë Kinës, sepse ne shikojmë të gjitha këto vizita të rangut të lartë, qoftë që vijnë nga Europa, por sigurisht ne kemi edhe një pritshmëri të një vizite të rangut më të lartë, që shpresojmë që mund të ndodhe në fillim të muajit të ardhshëm, i vizitës së presidentit Trump në Pekin, çka do të thotë që kemi edhe ndoshta edhe një zbutje të situatave ndërkombëtare, por edhe një rëndësi, edhe një vlerësim të kësaj marrëdhënie kaq të rëndësishme, strategjike, por mbi të gjitha gjeoekonomike për të dyja vendet. Por unë do ta vlerësoja që me të gjitha ne si gazetar, unë mundohem që ta bëj shpesh herë edhe në punën time edhe në drejtimin e medias argumental, po për të qenë jo për të qenë një fakt ndikues, por për të qenë në gjitha transparent edhe informues. Bardi, cili do të ishte mendimi juaj? Në përgjithësi, ju niset mirë kur thatë që ne jemi gazetarë dhe gjykojmë mbi bazën e gazetarit. Gazetari niset nga fakti. Nëse sot flasim që në mediat ndërkombëtare, po dhe në mediat e Shqipërisë, kemi një hapësirë më të madhe për sa i përket pasqyrimit të ngjarjeve që ndodhin në Kinë. Kjo vjen për shkakun e hapjes shumë të madhe që ka bërë Kina, po flas për fushën tregtare. Nëse mendoni që deri pak vite më përpara nuk kishte ky element i dukshëm i hapjes tregtare që ka bërë Kina, i bashkëpunimit ekonomik në shumë vende, i investimeve kineze shumë të ndjeshme. Kemi sot investime të jashtëzakonshme, unë ju kam thënë 9 miliardë ca euro janë vetëm në Serbi, po dhe në vende të tjera, dhe pikërisht kjo hapje nuk mund të kalojë pa vënë re.
të pëlqen pjesa e investimeve dhe ekonomisë, por hapja është edhe e heqja e vizave. Patjetër, po shiko. Ne si shqiptarë e kemi provuar dhe me vendet fqinje. Ai investim që përmend unë vjen pikërisht nga kjo hapje edhe e vizitave. Nëse do të shkosh në kompani kineze duhet të shkosh që të kontaktosh dhe të vinë të kontaktosh. Qytetarët e thjeshtë, se ndoshta për bizneset kanë patur lehtësi. Shumë ndodh me të gjitha shtetet. Në momentet që ke këto lehtësi të lëvizjes, të njerëzve, të kapitalit, të shërbimeve, sigurisht që pastaj vjen kjo teoria që përmendej që rritën dhe investimet. Dhe mua më bën shumë përshtypje që një pjesë e mirë e atyre të ardhurave që sigurohen nga tatimet dhe taksat në Kinë, sigurisht që tash i përdoren për vlerë të shtuar do e mos, sepse askush nuk investon pa të parasysh që të fitoj, investon në këtë territor. Unë përmenda 196 marrëveshje që ka sot qeveria kineze me vendet të ndryshme të botës dhe investime në pjesë të mirë. Nuk po flas për Azinë, qoftë e mesme, qoftë Azinë e largët, po flas për pjesën e Europës, ato që thash për Bashkimin Evropian. Kështu që gazetarët kanë bërë detyrën, s'kan pasqyruar, qoftë edhe mediat që përmendët ju, atë që realisht ndodh. Komentet, analizat janë një çështje tjetër që janë individualiteti i çdo kujt. Unë ju falenderoj të dyve, Mariana Doda, kryeredaktore e portalit online Argumento.al dhe Bardi Sejdarësi, analist i njohur. Faleminderit për opinionet tuaja. Të dashur miq, ishte kjo analizë për sot me dy të ftuarit tanë. Ne u ndalëm për të analizuar dy sesionet, një ngjarje mjaft e rëndësishme në jetën politike, ekonomike, diplomatike, sociale dhe kulturore të Kinës. Faleminderit dhe ju që qëndruat me ne. Miru takofshim.